Shikues të A2 CNN, mirëmbrëma. Ka kaluar më shumë se një dekadë që kur premtimet që shoqëruan në reformën administrative territoriale të vitit 2015, e cila u prezantua si një nga transformimet më të mëdha të shtetit shqiptar. Premtimet ishin të mëdha: më pak burokraci, më shumë shërbime, më shumë investime, pushtet vendor më i fortë, zhvillim ekonomik lokal, më pak pabarbarazi dhe një administratë më transparente dhe eficiente. Kush nuk do t'i donte të gjitha këto, njëjtë si një shkop magjik që do të binte nga qiellit e politikës. Shqipëria kaloi nga 373 komuna e bashki në vetëm 61 bashki, ku ideja ishte e thjesht në letër. Bashki më të mëdha do të thoshte më shumë kapacitete, më shumë eficiencë dhe më shumë mundësi për t'i shërbyer qytetarëve. Por pas 10 vitesh, a u mbajtën këto premtime? A është qytetari sot më pranë administratës apo duhet të përshkrojë më shumë kilometra për të shkuar në shërbimet që merrte dikur në komunën e tij? A është vetëm kjo e mjaftueshme? A janë kursyer parat publike apo është zgjeruar më shumë? A janë forcuar bashkitë apo është forcuar vetëm varësia e tyre nga qeveria qendrore? Çfarë ka ndodhur? A janë zhvilluar zonat rurale apo reforma ka përshpejtuar zbrazjen e tyre? Teksa ka nisur puna për një reformë të dytë, çfarë nuk funksionoi me të parën? Ishte problem harta, ishte zbatimi, apo u shtuan më shumë problemet edhe nga zhvillimet, le të themi, të demografisë? A duhen më shumë bashki apo më pak? Këto do të jenë disa nga pikat e diskutimit për emisionin e sotëm. Ne do ndjekim insertin dhe do kthehemi sërish në studio. Reform nuk mund të ketë produkt anën formale. Domethënë, përfundon se mbaroi koha. Se nuk është këtu se do vdesi reforma dhe ka kohën, se shtyhet komisioni. Ka disa bashki që nuk funksionojnë këtë logjika e funksionalitetit, që kanë të bëjnë me tarot e veta, kanë të bëjnë me financat, kanë të bëjnë me investimet, kanë të bëjnë me mbulimet, me funksione. Ka bashki që kanë numrin e vogël banorëve, ka bashki cilët nuk kanë njerëz me arsim të lartë mjaftueshëm në territor dhe nga ana tjetër e kanë afërsinë e mjaftueshme që pranë tyre, në distancë jo shumë të madhe nga ato, ka një bashki që është funksionale. Projekti shkurton 25 bashki nga Konispoli në Krum. Bashkia As nuk prek. Mirdita e madhe u preka, Mirdita e madhe. Nëse firmosni dhe nëse votoni që të shkrihet Delvina dhe Konispoli. Konispoli, bashkia e mbetur e Çamërisë, Delvina nuk preken në reformën territoriale. Të ftuar mbrëmjen e sotme